Qysh mundet më falë njëri në karrik? Ma në men, por më falë në karrik janë dy raste. Rasti parë, ky ka më falë tanë kohën ullën. Tanë kohën, ky nuk qohet asë njerë, tanë kohën ka me najt ullën. Në qofë se ky i smuti tanë kohën rrin ullën, atëhere ullësja drejtohet mbrapa drejt me femrat e këtina. Në mënyrë që shpinat, kuptohet, kjo është e batë se tash, në mënyrë që shpina me kanë drejt, edhe gjoksi me kanë drejt. Kjo me kusht në qofë se i smuti rrin tanë kohën ullën. Atëhere, në qofë se i smuti rrin tanë kohën ullën, kam të mramat karikës, bashkohen me femrat e muslimanëve që janë të falë. E qartë, e sheftorën të ka? Kështu, i drejton të dyja. Në qofë se ky, i smuti rrin tanë kohën ullën. Tash, këta do të me ditë i smuti vetë, a rion e tanë kohën ullën, nëse rritan kohën ullën, atëhere e drejtoj karikën në këtë formë. Mirë po, në qofë se thot i smuti, jo, une kur të lexon hoxha Koranun e qohna, veç në sejtë dhe së nëbi, atëre i thone, kjo është tjetër punë, atëre qohësh pak, atëre e drejton, e qëtë karikën ka. Edhe ti drejtohesh normal, qysh drejtohesh në saf, atëre drejtohesh krejt normal, qysh drejtohesh në saf, e karikën e lënë për mas. Kështu që kur të është hoxha të lexu Kur'an, ti rrin kam kështu drejt. Kur këta binë në ruku, ti bjen në ruku. Binë në ruku bashkë. Kur këta tjerë binë në sejde, ti ullu. Ti ullesh. E qartë? Do me thonë, kështu jem drejt, ama në qofë se rrin tanë kohën karik, atëherë është në rregull, mund është me drejtu karikën ashtu që është falën fillim. Po besoj që ke e qartë, unë për vete kam bindje që na musliman jina përqa kështu për shkak se e kina përqa safin. Omerin radiallahu anhu, atë ditë kër e kanë vra, i ka drejtu safat. Taman i ka drejtu safat, këtu i drejtu safat ju kam shef vrasi të hypja. Edhe ka vra. Të më thanë, punë e muslimanve është me drejtu safin. Je i let në dorën e vllau ta, nuk është ta ta dënë sherën.